po fitojmë antikorpet, ndoshta si vjet, që mund të kam pak më rënd, po ndoshta si vjet do kemi më lehtë se sa vjet dhe për vjet. Sepse javash neve gripi për vjet që ka qenë të mërshëm nuk e lë njerëzit në krevata. Trur njerëz dhe harron ato që ka qenë. Dhe harron edhe kështu. Por jemi gjithmonë në të jetën javash sa trupin të prodhoj atë nivel antikorpesh të cilat generalisht i bëjmë ballë smundjes, ne do themi mund të kemi edhe një vit tjetër me këtë grip shumë të rëndë që na kap. Dhe kjo është mënyra më e mirë që ta përballojmë. Po pse zgjat doktor, sepse ka ndodhur në raste të ndryshme tek të cilat ka zgjatur edhe 2 ose 3 javë, ka kaluar në ftohje të rëndë. Po, është e vërtet sepse cikli normal është 5 ditë, siç thash unë. Por nuk përjashtohen komplikacione, nuk përjashtohen dhe atëherë ka dhe njerëz me sëmundje bazë të cilët janë shumë të thyeshëm nga gripi, për të cilët duhet të jenë shumë të kujdesshëm në 2 aspekte. E para, dhe këto janë pleqt dhe më pak fëmijët. Pse? E para fëmijët dhe ikin në shkollë dhe s'ke që i bën. Dhe ikin në shkollë, ata më kupton. Dyta, fëmijët edhe kanë të gjithë elementët, pavarësisht se elementët imunitarë nuk i kanë aq të fortë, por prapse kanë elementët tjerë, trupi nuk janë smundje dytësore tjerë, e kalojnë si e kalojnë gripin. Por edhe ato duhet kenë fëmijët e vegjël fare, duhet kenë jashtëzakonisht kujdes. Dhe thënë kjo, neve janë pikërisht këto grupe, por edhe persona që vuajnë diabetin, persona që vuajnë smundjet e zemrës, persona që vuajnë smundjet e veshkave, persona që vuajnë spoku i mushkërive, të cilët kjo formë, ky lloj gripi, le të themi i zgjat, mund të kalojnë edhe në pneumoni, mund të kalojnë edhe në dëmtime të organeve të lartë përmendura dhe prandaj këto janë ato raste që ju populli thotë që më zgjatin shumë më tepër, sepse ka pasur komplikacione. Dhe neve për një herë nëse nuk shohim që po lirohemi mbas ditës 4, po bëhemi më mirë, është mirë që të drejtohemi ke mjeku. Pikërisht për të ndalur këtu, doktor, sepse ne kemi si popull një predispozit për të dëgjuar një të afërm ose dikë që ka kaluar një viroz dhe çfarë medikamenti ka përdorur që ka qenë efikas. Dhe duket sikur e marrim shembull, për të mirë shemb për ta përdorur dhe mos u drejtuar tek mjeku, sepse kjo është kjo mundësia që po shkove në spital, ati ka njerëz të tjerë, mund të marrësh një infektim më të shtesë. Kjo është e vërtet, totalisht e vërtet kjo që thoni ju. Do të kemi parasysh, mjekimi i gripit ka gjëra standarde, nuk është se do shpikim gjëra dhe ose do heqim në gjurmë të reja. Kalohet direkt në antibiotik? E gjëja e vetme që rekomandohet është që mos ketë antibiotik. Gripa, virozat absolutisht nuk ka nevojë që të mjekohen me antibiotik. Zero, përsa kohë është grip. Nëse filloj komplikacionet, pikërisht të duhet mjeku që ta vlerësoj, atëherë fillojnë. Antibiotik vetë, në mënyrë popullore, pellazke po e quajmë të vjetër, fare, asnjë mos përdori. Ajo që unë do të thoja është kjo, që e para neve duhet kemi parasysh që të bëjmë vaksinë për mujin tetor në dorë, dhe unë mendoj që ne kemi një edukat të ulur për vaksinimin e popullsisë, ashtu, dhe na duket si shumë, do të personat që shesin me në kafene ato janë ato që se bëjnë vaksinën, jo ato që e bëjnë vaksinën dhe djekësia dhe mjekut. Ai është ai bulët i periferia që thënë italianë që unë se bëjmë i për me gjithë vaksinën tjera, ashtu. Kjo është e para dhe e dyta, pra përveç asaj zgjimit të antikorpeve që duhet ta bëjmë ujin tetor në dorë, ne duhet të kemi parasysh, nuk duhet të përdorë emra tregtar, por unë jam fanatik i njerëz, por absolutisht zero emra tregtar, duhet nëse në 2 ditë e para, nëse neve shohim që kemi simptomat e gripit, direkt antiviral. Antiviral urgjentisht dhe do të shikoni sepse ul ngarkesën virale. Pra, ndërsa e para prodhon antikorpe, kjo e lufton direkt antigenet. Pra, janë 2 gjëra totalisht të ndryshme, viruset në këtë rast. Pra duhet antivirali, Antiviral, absolutisht, shkoni në farmaci, keni me emra të ndryshme. Nuk du absolutisht të zbilanqohem, kjo është më e mirë se kjo marrë, por antiviralet duhet të futet në atë paketën ndihmëse për pacientët që kapen nga gripi. Sa shpesh i përdorin, doktor, gjatë kësaj periudhe antiviralet? Jo them, sa shpesh i përdorin, nuk para digjojmë që të përdorin shumë shpesh. Unë mendoj që dhe këture kemi atë teorinë që hapës e kalon kjo më.
Më kupton? Nuk është se keni edukatën antiviralve. Dhe po të flasësh për antivirale, unë mendoj që pa cilësuar emra kompanie kështu, të gjithë mjekët infeksionistë dhe jo, duhet të bëjnë që të nguliten njeriu në kokë që ditën e parë, ditën e dytë vetë të shtohet ngarkesa virale sepse prodhohet në trup. Nëse ne do të përdorim antiviral, neve do ta ulim këtë gjë. Njërë në 3 orë, 4 orë si është? Jo, është 2 herë, njërë mjes herë në Okej, e pra, se ka njerëz që njërë në 12 orë. Njërë në 12 orë shkoni dhe i keni në për farmaci. Por vetëm me këshillën e mjekut. Jo, antivirali me këshillën e mjekut, po dhe mjeku nuk ka shumë me shpikun. Çdo të thotë kjo. Nëse ti je një subjekt i thyshëm në mosh ose në gripi, që ke smurje, njeriu e di vetë smurjen shoqëruese që ka. Nëse ti e shikon që ke vështirësi në vitet e kaluara ti përballosh gripit, atëherë s'ka nevojë edhe se nuk është se po merr një gjë, domethënë që duhet patjetër receta e mjekut. Pra, receta do të shkojë me çoj një familjar, më duhet jetë virosa hajde në shtëpi, domethënë sipas gjithë rregullave që ka shteti dhe shkon me antiviralin për katës. Pra, nuk është se të duhet, dhe kjo është sa më shpejt. Është në varësi të një kategorie njerëzish që duhet ta pinë, domethënë ka njerëz të përjashtuar? Jo, antiviralin nuk paro, jo, absolutisht. Thuhet për smurje të rënda të zemrës, por nuk është se ka kështu të efekte ansore të dukshme të cilat janë absolutisht mos përdoren antivirale. Do të bëj një pyetje nisur edhe nga përvoja personale, nga çfarë kalova dhe vetë gjatë kësaj periudhe me gripin, që ishte një bllokim veshësh i jashtëzakonshëm që jo vetëm tek vetja, por e kam parë edhe tek shumë të tjerë. Pse ndodhte ky si fenomen tek ky grip që nuk është se binte në sy në griprat të tjerë? Po, sepse çlirohet shumë histamina dhe kjo është një ndër dallimet gjithashtu edhe të gripit nga virozat e tjera. Çlirohet shumë histamin, ke pas edhe kongestion të madh nazal, që ne themi mukoza qyre etj të popullore, dhe pikërisht kjo bllokon dhe putrifikon kanalet e brendshme të veshit. Dhe të fillon edhe dhimbja veshit dhe një dëshkajtje dhe temperaturës. Dhe një ndër mjekimet është që të lirosh sa më tepër këto si kanalin, por mbi të gjitha duhet të lirosh të gjithë mukozën që ke gjatë me këto antikongestionantët e hundës e tjerë, ose me antihistamin, që mos prodhoj shumë histamin dhe të prodhoj shumë mukoza trupi. Ishin efekte anësore që i kishte ky si grip pra për një pjesë të madhe? Jo, nuk mund ta quaj dot efekt ansor, është një ke smurjet kongestionuese, unë do të quaja një bashkëudhëtar i këtyre. Sa po bën avulli, aerosoli në këtë rast? Aerosoli bën mirë sepse i fluidifikon dhe i nxjerrë mukozat. Gjithashtu e dyta, mos prodhohen mukozat antihistaminik, sepse në fund fare shtirimi histamine. Dhe e treta me këto vazokonstruktorët periferik, me pika në hud, që t'i majnë për disa kohë sa më gjatë të mundshme, pa egzageruar, të fusin pika në hud në mënyrë që të aeroset më mirë gjithë situata ku do të kjo. Sidomos këtë gjë vjetër të fëmijët, pak nga eksperiencat personale, që prandaj do të ketë një lirim sepse kanë direkt të infekcion. Dhe mos u bëni nëna të lidhura me antibiotikët. Antibiotikët do të shikonin mbas temperaturës 38,5 të konsultoheni me mjekun. Edhe kjo nëse zgjat disa ditë. Edhe kjo edhe po, eksakt, qofse do zgjasin disa ditë, nëse çfarë po ndodh, por normalisht me këto gjëra le t'i thujmë spartane të thjeshta, me pak paracetamol, me shumë çaj. Çaj, kujdes, çaj është një antiinflamator fantastik. Sugjeroni ju, doktor, çajrat? Çaj i malit është ai më i lavdëruar. Po, përitimet e kësaj janë çaj sherebelës. Por keni kujdes, kur themi çaj, jo me bërë ato, pranaj dhe aziatikët janë shumë të orientuar në çajt, sepse aty lindin këto gripet. Dhe çdo lloj, për shembull, qofse Amerikën Latine si kanë shpi kafe dhe Europën nga stresi punës përdorin shumë kafe, aziatikët e kanë gjithë historinë me çajin. Më kupton? Sepse çaji është një antiinflamator i shkëlqyeshëm dhe ato virozat e gripit i kanë rrethëqarë gjithkohës. Me ato pula, me ato nuk du të ashtë të pislojnë tjera. Por fakti është që aty lidin gjithë virozat. Dhe shmangja që ata bëjnë është me atë çajra. Dhe çajin e ka në kulturën e përditshme për ta pi. Nuk ka nevojë të pish çaj të nxehtë, siç bëjmë neve njoja, pi çaj të nxehtë me limon. Jo, ideja është kjo, çaj duhet ta kesh
me temperaturën e ambientit, ta lesh të ftohet, as të ftohet dhe as të ngrohet. Të jeti vakët pra, po. Dhe të jeti vakët, dhe nëse nuk ke smundje tjera shoqëruse, nëse nuk ke për insuficiencë kardiake tjera, nëse arrin dot në 2 litra e gjysmë çaj, atëherë ti ke bërë bingon në lidhje me këtë. Vërtet. Okej. Pra, domethënë te çaj jo thjesht me një gotë në mëngjes. Jo, ajo s'bën asgjë. Presim që mbile sa ta çaron. Pi çaj me limon. Limonin fute ke çaj, por gjina ato të mëdha 2 litrë minimumi. Do ta bësh me çaj po. Ku do ke shtrydhur edhe një limon dhe javash e pi një ditën. Në temperaturën e ambientit asnjëherë tash, as të ftohet dhe as të ngrohet. Çaj i malit, ë? Çaj i malit është më i miri për virozat. Për virozat. Pastaj kemi edhe alternime që sherbela tash shpërtohet gjitha. Më kupton? Kështu që unë